ka pasur edhe sekuestrime, por ende sidomos të pasurive të grupit të pojave, pra të grupit të antarëve të grupit të Xhevdet Troplinit, por nga ana tjetër ende nuk kemi parë, le të themi, apo nuk e dim saktësisht sepse duhet pritur edhe përfundimi i gjykimit i të gjitha hetimeve për të parë se çfarë do të ndodhë me pasuritë e krimit të organizuar në Shqipëri, pra sa realisht do të kalojnë këto të fundit në favor, le të themi, apo siasetet të shtetit shqiptar, dhe sepse kemi parë diçka, Mario, për hir të së vërtetës, çfarë ndodh? Në vitet e më parshme ka pasur jo pak raste kur janë arrestuar, dënuar me vendim të formës prerë personazhet botës krimit, të cilët kanë trafikuar lëndë narkotike, ju janë sekuestruar pasuritë, dhe sot jemi në ditën që pasuritë e sekuestruara të tyre janë në përdorim po nga ata vetëm se i paguajnë një qira shumë të vogël shtetit shqiptar.